Personi që del nga automjeti Flori është pikërisht Gazmend Buçpapaj, autori i kësaj ngjarje të rënd, pra patjetër duke u parë edhe nga pamjet filmike, megjithëse për autoritetet vazhdon të jetë autori i dyshuar i kësaj ngjarje të rënd, i cili po qëndronte në rrugën Kongresi i Lushnjës, më saktë donte të largohej nga rruga Kongresi i Lushnjës së bashku me bashkëshorten e tij, të paktën nga dëshmia që bashkëshortja ka dhënë për të shkuar në spital pasi kishin një urgjencë mjekësore. Përpara atij ka qenë i parkuar automjet, ka qenë duke qëndruar automjeti i Egli Pashollarit, viktimë e kësaj ngjarje të rënd, i cili gjithashtu ishte duke dorëzuar një pako nga të dhënat që kam, po dorëzonte një pako tek Joma e tij që jetonte në atë zonë. Dhe në momentin që ka dashur Gazmend Buçpapaj me bashkëshorten të largohen nga vendi ku po qëndronin për shkuar në drejtim të spitalit, sikurse e theksova, Egli Pashollari ka reaguar duke i sharë, kjo ka qenë dëshmia e dhënë përpara autoriteteve nga bashkëshortja e Gazmend Buçpapajt, duke i sharë me fjalë të rënda, unë patjetër për çështje etike nuk po i përmend këtu. Dhe në momentin që Gazmend Buçpapaj del nga automjeti i tij së bashku me bashkëshorten, del dhe Egli Pashollari dhe i thot po ty nuk të pritet, pra që sa të kryej unë punën që kam dhe pastaj të largohem. Gazmend Buçpapaj thot bashkëshortja në dëshminë e saj, futet në automjet ku kishte një biçak, del nga automjeti i tij dhe e godet Egli Pashollarin duke i shkaktuar plagë të rënda